siç po shifet, edhe sot gre protesta e trafikut urban, transportit publik edhe privat, po vazhdon me avazën e vjetër sikur dje, por deri në momentin që sa alokohen mjetet për të shlyr borxhin komuna ndaj trafikut urban edhe operatorëve privat, një gjë e tillë nuk do të pritet, vetëm sa mund të radikalizohen situatat edhe gjëra të tjera në detet në vijim. Ne po presim, sipas informatave jo zyrtare, që i kanë shpoll nëpër mjete, që i kemë marrë edhe na ashtu sikur ju, që ministria i ka aloku parat komunës. Komuna tash i doli sapo doli me një njoftim që parat nuk kanë ardhur. Neve jemi andej këtej, top i vërtet i ping-ponget që po na nxjerrin. Në këto temperaturat ftofta, për hir të qytetarëve që po vujnë për transportin, që i kërkojmë mëshirë të qytetarëve, për hir të atyre qytetarëve këta duhet të bëjnë sot reflektimin. Nëse ndodh një gjë e tillë, ne do t'i kthehemi punës së rregullt në momentet që alokohen mjetet për shlyr borxhi. Në të kundërtën, nuk alokohen mjetet, situata vetëm sa ka për të radikalizuar. Urojmë që kjo të ndodhë ditën e sotme. Mbesim me shpresë që arsyeja të mbizotrojë edhe të komuna, edhe të ministria në fakt, po shpresojmë që i ka aloku mjetet. Po shpresojmë, edhe po si ka aloku mjetet, t'i alokoj mjetet. Rezultati arsyeja të mbizotrojë të dyjat, mos ndivim dhe një gjendje jo e mirë për neve. Masat kanë për të radikalizu se këso nuk mund të durojmë qytetarët me vujt atë që ka po vujmë neve sot në të temperaturat të ta. Urojmë që kjo sot përfundon këto. Nëse ju shohim e nesër e bëjmë. Unë thash se njoftim zyrtar për alokimin e mjeteve për ministrisë nuk kemi. Ato janë sikur se ju që keni ndëgju për lëvizjes vendosur individ apo shefi i grupit parlamentar të asamblesë këtu, ai ka aloku, ka shkruar mjetet veta të informimit, po neve aq sa i besoni ju, i besojmë edhe ne. Është për neve primare që komuna, ne ku i kem kontratën kontraktale me komunën, nuk ka mjete me aloku. Komuna ka dalë me një komunikat tashi që nuk janë aloku mjetet prej thesarit në gjithë llogaritë komunës. Në momentin që alokohet, na presim me aloku në gjithë llogaritë tona. Deri në ato momente që po flasim për këto që ndodhet, na jem këtu. Në të kundërtën do të ardhim fillojmë punën çmenjer, i lutj qytetarët na mirëkuptojnë për këto gjëra. Po dhash zoti stërgjatet me vite nëse këty është në interes tyne, neve do të fillojmë me radikalizimin e situatë, do ta bllokojmë gjithë qytetin me gjithë autobusat do të ardhin këtu do të bllokohet. Pavarësisht asaj që bëjmë shkelje, që nuk na lejohet as për organet rranit, po do ta marrim përgjegjësinë dhe do dalim pa përqimin e askujt, neve do ta bllokojmë qytetin. Po këto me punu neve mos me punu me najt qytetar të rrugës, çfarë do të thonë kjo? Po këta janë të popullit, nuk janë të askujt. Sikur na shihim.